Blu Televizion pak ditë më parë ngriti një shqetësim për sa i përket mos përfundimit të projektit, i cili konsistonte në rehabilitimin total të pikës panoramike. Puna për transformimin e ballkonit të Vlorës ishte lënë pezull dhe pa përfunduar nga firma që kishte fituar tenderin. Një javë pas shqetësimit të ngritur për këtë kronik televizive, ka patur edhe reagim. Firma ka përfunduar tashmë në total rehabilitimin e një prej pjesëve më turistike të Vlorës. Por sa do të ketë gjatësi pika panoramike dhe pas rehabilitimit, Blu Televizion ka kontaktuar nga afër një prej banorëve të zonës që e ka shtëpinë aty pranë, Vasil Kosta. Prej vitesh jeton në një banesë pranë pikës panoramike, ku ngrej një tjetër shqetësim për sa i përket rezistencës së projektit përgjatë kohës, duke treguar raste të personave të dehur, mes tyre edhe të huaj, që dëmtojnë pikën panoramike. Kosta thotë se projekti nuk do ta ketë gjatë sipas tij. Në vend të xhamave, duhet të ishin vendosur për të përballuar vandalizimin e qytetarëve, ndërkohë që banorët e zonës thonë po ashtu se është tepër e rëndësishme edhe vendosja e kamerave të sigurisë për ruajtjen e këtij investimi të ri. Po mirë shoh, po ne shqiptarët, unë jam autokton këtu në Ftohtë dhe kemi pasur balkonin ton këtë. Mirë është bërë, po këta kangjullat që janë vërë këtu mbrapa, mirë ishte që të vjeshin përpara, se ne shqiptarët jemi mësuar me kangjullat. Mbaj mend, mos takojmë prapë se kjo për një vit do të jedhin 6 xhamat prapë. Kush jetë? Unë, tjetri, ata që duan të mirën. Vjetë, kur u pishin këta xhamat, të deur ishin aty, Milek ishte rumun, të deur edhe thyenin xhamat. U thash se thyen xhamat, më thanë do ikësh ti apo si e ke hallin. Vin, pin birat me raki brenda, që ja lëshoj dhe na një cop drogë dhe u lau, shka tutje mbaroj. Mirë ishin që këto kangjullat të ishin përpara, dhe jo xhamat përpara, dhe xhamat ishin mbrapa. Pa tjetër, duheshin ato gjëra, se këto janë investime në fakt që po bëhen. Kjo ka kushtuar të paktën, vetëm xhamat nuk e di se sa ashtu kanë. Po, që mirë është bërë, bukur është bërë, po më shumë në nuk do vedja lë. A që kemi kulturën e shqiptarët, jemi racë radikal një kulturë. Unë ja, këtu në atje kam unë. Shtëpia parë që jam. Jo, nuk ma merë mëndja, për nëse ne jemi dhe larë, këta këtu që janë, këta janë 2 familje këtu, këta mundet të ashtuat. Po këtu vinë çdo lloj. Ja lëshojnë në një biro, janë në një rakie dhe jedhin sheshit, merë gurin a i e bën nishan. Është tur, po është vina. Ore, nuk është mirë kjo punë që të dëmtojnë këto, se këto janë ndihmon në shpenzimin tonë, ne i paguajmë prapë. Po tani ku dim në orti të keqen vëllai jo çfarë bëhet. Mirë ishte që të kishe një kamerë. Ja, te kjo këtu lart tek shtylla për shembull, të ishte vën kamera. Që kanë vënë gjithë botar vëlla. Nuk ashtu, nuk jemi ne jemi, dëgjoj, ne jemi, ta them unë jam 72 vjeç, ne jemi pse e bëri PS-ja dhe se e bëri PD-ja. Edhe hajde ta thyem se e bëri PS-ja. Po mundon kultura qytetare edhe më shumë të pakt. Po ti edhe apo në kot që ka thënë ai pari, e thon vetë këta fshatar këtu, o Vlorë është erdhi fati që kur erdhi ai në fshati. Një kamerë. Ta shikoje kush ishte ai që e bën këtë punë. Bukur është bërë, të gjitha e bën në rregull, dakor. Nuk, unë të them të drejtën dëgjoj, unë jetoj dhe jashtë, po zakonisht më shumë këtu në shtëpinë time tani, edhe më vjen keq në fakt, që prishen gjërat në Vlorë, është gjuna. Të gjitha janë të lidhura bashkë ato djala. Janë të gjitha të lidhura bashkë. Po na janë çfarë do bëjë policia? Ja policia është këtu, vajtja tjetër i futi një thik atje lart. Duhet ndërgjegje, ne nuk kemi ndërgjegje djallë, mbaroja më bet. Pika panoramike e qytetit mund të cilësohet tashmë e rehabilituar në total, por pikpyetjet janë se sa ky projekt do të jetë rezistent ndaj kohës. Eksperiencat e viteve të mëhershme kanë treguar se shumë shpejt projekti ka rënë pre vandalizimit nga qytetarë të ndryshëm. Ndaj është edhe tepër i rëndësishëm që krahas miliona lekëve të investuara për rehabilitimin e projekteve infrastrukturore, të investohet edhe për survejimin dhe mbikëqyrjen, si dhe ruajtjen e këtyre të fundit.